Për të tretin vit të radhas, mësuesi pianos Lek Jakova ka zgjedhur që oborrin e tij ta kthejë në simfoni tinguish. Në skenën e improvizuar, interpretuan 29 të nxënës të kursit të pianos. Sot për tretin vit më radhë, organizojmë koncertin bashkë me bashkëshorten teme, Rudine. E kena titullu Oborri i Tingujve, edhe është një knasi për ne, edhe për fëmijët, edhe për fund vitin, sepse është mundi i tonë semestrit po quajmë ose vitit shkollor, edhe muhan sot performojnë muzikë klasike, kuptohet, autor të mëdhtë muzikës klasike botnore, ka repertor prej Mozart, Beethoven, Bach, edhe pjesë tjera, këtu bëhet fjalë për fëmijët që vinë për dëshirë, për pasion, pra nuk janë fëmijë që janë të angazhuar në shkollë, pra nuk janë pjesë e shkollës muzikës, përveç në një fëmijë që vjen me përshëndetje. Nxënësit të moshave të ndryshme interpretuan pjesë të përzgjedhura pianistike, duke demonstruar punën dhe përkushtimin e një viti të tërë. Publiku i përbër nga prindër dhe mësues duar trokiti me entuziazëm performancat, ndërsa emocionet më të sinqerta ishin ato që vinin nga vetë të vegjëlit. Sepse dikur kisha i pëlqim shumë madhe. Pa këto janë të pianistë të mëdha ashtu mba me pas unë qef. Ka pëlqy pianoja, që shko kam ka një vogël, edhe kam marrë si pasion, kur tretën, në botërorëm, pëlqen ma shumë. Ky koncert synon të afrojë të rinjt me artin, duke u krijuar një hapësirë jo formale për të shfaqur talentin dhe pasionin për muzikën klasike.